Mi broma mi se keniado. Është në sidhen deri veçanë për ne, që të më dhe sot. Jemi së bashku për të referuar një ngjarje shumë të rëndësishme, historisë së natit të popullit tonë. I referohemi herojit tonë legjendar, krye herojit të vendit tonë, mbrojtës i lirisë, i pavarësisë së vendit tonë, ai si thua transmetoi mesazhin e asaj lirie, të cilës ne duhet i kushtohemi ndër shekuj. Mesazhi i humbet lart në vite, në mënyra të ndryshme, njerëzit tanë, patriotët tanë, luftuan me emrin e Skënderbeut. Është ky emër që i mobilizoni, unifikon forcat tona sot, kudo në botë. Pikërisht me flamurin e Skënderbeut, pra me idenë e Skënderbeut, mundohemi të jemi gjithë së bashku, të jemi në një unitet. Aty këtu ka përcjell edhe probleme, ka përcjell vështirësitë, dhe të ndjehemi pranë njëri tjetrit. Pikërisht edhe kjo mbrëmje këtu sot është një shprehje e këtij solidariteti, e këtij bashkimi që kemi me njëri tjetrin. Çdo krijuesi në atë vendit tonë, në qendër të tij ka pasur figurat e shquara të kombit tonë. E natyrisht kjo figurë është edhe në qendër të veprimtarisë Angjelinës, të cilën e falenderoj përzemërsisht që së bashku me ne dhe na dha shansin. Kemi bashkë dhe të shprehemi. Dhe të shprehemi kështu së bashku për vendin tonë, për popullin tonë, për atë që ne duam të transmetojmë. Dhe të japim njëri tjetrit mesazhe të bukura, lirie, demokracie dhe paqe. Veprimtarisja e Angjelinës është mjaft e pasur. Është një veprimtari e cila të emocionon dhe njëkohësisht të nxjerr që ta ndjekësh me vëmendje. Veshja është e dobishme, është edhe mjaft interesante, sepse ka forma të bukura, siç e shikoni aty, ka figura të rëndësishme të jetës së vendit tonë, ka personalitete në historinë e tyre që në vegjëli, pra të gjitha këto në një farë mënyrë janë mesazhe që na transmetojnë se si njerëzit tanë me punën, me veprimtarinë e tyre mund të bëhen simbole të kombit tonë, simbole që do të na transmetojnë pikërisht mesazhe të rëndësishme, simbole rreth cilave ne grumbullohemi, të ndjehemi më pranë njëri tjetrit. Europa e jo mirë të emërne shqiptare që rodhetur nga prisi i tyre Skënderbeu për një qerek shekulli, sprapsi surte nga tradorisë otomane, duke u bërë mburoj shi e dëborë. Kohë të vështira apo të banda paralajmëron orakulli i historisë për të ardhmen e Shqipërisë. Troku i kalit të Skënderbeut ndjehet në çdo ëndër shqiptare. Ky
Kryetrimi është i pagjuar. Skënderbeu pret lajmin e mirë. Shpata e tij. Ka një legjend për shpatën e Skënderbeut. Aq shumë ishin të merruar osmanët nga kjo shpatë, sa sultani ja kërkoi si dhuratë. Thonë se Skënderbeu ja dha. Prisit e tjerë reaguan. Por ai u përgjigj. Unë i dërgova shpatën, por jo krahun tim. Mira shqiptar nga çdo cep i Shqipërisë, nga Kosova, nga Maqedonia, Malizi, Greqia, Italia, vinë për të parë nga afër armët e lavdishme të Skënderbeut të ekspozuara në Muzeun Historik në Tiranë. Jam vllai i madh i Angjelinës. Dua t'i uroj motësime të dashur, edhe 100 vjet në jetë, po edhe në krijtari. Siç e tha dhe zonja, ka qenë e përkushtuar gjithmonë në filmat që ka bërë, jo vetëm filma, po edhe në libra, dhe po prozë, në poezi, është ylli dhe krenaria e familjes time. Me Angjelinën është shumë e lehtë puna. Fillimisht me Angjelinën ndoshta kanë bërë të njëjtën punë. Ato unë jam një vazhduese e Angjelinës. Angelina ka filluar në radion e Atinës dhe pas Angelinës ka vazhduar për 10 vjet. Pra në këtë mënyrë jemi edhe kolegë dhe kur fillojmë të flasim bashkë tani me marrë fjalën njëra tjetrës. Zonja Angelina na la pa fjalë, na befasoi, na knaqi, po më knaqi më shumë sepse edhe pse pas kaq vitesh domethënë e përcillte në mendjen e saj gjithë tekstin. Kështu që respekte, siç thatë dhe ju, janë gjëra që ne nuk i themi, ne i dim, i kuptojmë, por nuk i ndjejmë, siç i ndjeni juve, prandaj edhe një herë respekt për punën tuaj, të gjithë krijuesve, e kam thënë kudo, kam respekt të veçantë sepse nuk keni më atë luksin që kanë pasur nga 45 deri në 90-ën që të paguash për diçka për një krijimtari. Ju e bëni punë të 2 fish, të 3 fish, krahas problemeve të hallave që keni. Respekt dhe ju uroj shëndet dhe qetësi në krijimtari dhe nuk është shprehur me fjalë, kënaqësinë, emocionin dhe gjithë këtë transferim na çove në Shqipëri, na çove në lashtësi, na çove në vende të bukura që i kemi ndëruar dhe që këtë Skënderbe e kemi pasur frymëzim. Unë jam një moshë e re në lidhje me shumë të tjerë që janë këtu, por besoj se diçka që do shtoja, jo që ta plotësoja, nuk ishte asgjë për plotësuar ato që pam, por ishte një frymëzim dhe është një frymëzim Skënderbeu për gjithë ne. Dhe duartrokitja është plotësim e jotja. I jepet kineastes zonjës Angelina Xhalla Papalilu për kontributin e shquar në realizimin me vlera të veçanta artistike të dokumentarëve me temë historike e kulturore dhe veçanërisht për mesazhin e fuqishëm aktual në realizimin si skenariste e bashkëautore të dokumentarit Skënderbeu i Pagjuar. Nga shtëpia shqiptare Porta, me shumë dashuri dhe shumë falënderim. Të dashur dhe gjithmonë në rrugën e Zotit. Nderuar. Me shumë të vlerë, të cilën edhe neve nëzgjenë shumë të knaqur, me të urojmë suksese, e këte e kujtë e vazhdo prapë në të ritëm, dhe se sa më shumë t'japësh, dhe të ndjeri gjithmonë në mirë të tjera. Rofshi, faleminderit. Rofshi Muami kryesoren. O me shpandor ku shoprinoj pari, Skënderbeu që i djallë shqiptari, është i lindur në trimen kruj, e nuk duroj ta
shkeloj huj. O qysha i vogël o 9 vjeqar, tursht me veti e kanë marë, me luj shpatën e kanë mësu, e i veç për turshaj me luftu. Qunu shtar, e gradune bon të par, oj dulzoni në Balkan, o tu i luftu bash si luan. O babenon edhe vla me moder, po i qoj letër o djallit vogël, fal me shnetë se lëm po t'bojnë, e u mos harro birë vendin ton. O kur e murrat i letër t'mallit, po i kujtohen o fjall të plagut, që ja thoj ke rëtho gjagut, kur ja thoj ke babajti, ma mirë vdek se gjallë robni, atëher lot po i shkojnë sigurat, fjall sultani qon me turat, dë vlasni o prej miki, e tash po thehem o për Shqipëni.